Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale LZ, 32 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij u gjet dhe u sekuestrua një sasi e vogël lëndë narkotike, kokainë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale GM, 39 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kazuar shtetasin me iniciale FL me pretendimin se gjatë një konflikti për motive të dobta, shtetasin me iniciale GM e ka goditur me grusht në fytyrë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale AK, 27 vjeç, JK, 25 vjeç dhe EZ, 41 vjeç, banues në Sarandë, pasi më datë 14 qershor 2025 në rrugën Skënderbeu janë konfliktuar me njëri tjetrin me grushta dhe sende të forta për motive të dobta. Gjithashtu, nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale RM, 68 vjeç, banues në Sarandë, familjari i njërit prej shtetasëve të përfshirë në konflikt, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet dhe u sekuestrua një mjet perëstik. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë arrestuan shtetasit me iniciale M, 30 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap nga shërbimet e policisë rrugore në rrugën Butrinti, duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Shtetasi me iniciale AG, 33 vjeç, banues në Livadhja, pasi duke drejtuar motomjetin në rrugën Livadhja-Shalës, ka humbur kontrollin dhe përpasoj motomjeti ka dal nga rruga. Nga aksidenti është dëmtuar rënd pasagjeria nëna e tij, shtetësja me iniciale AG, 59 vjeçe, e cila po merr mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.